Shkolla në fshatin Vogov funksionon si paralele e ndarë e shkollës fillore Zef Lushmarku në Brekoc. Situata aktuale në këtë institucion arsimor ka bërë që këtë vit shkollor, procesi mësimor të zhvillohet me vetëm 16 nxënës në mësim të kombinuar. Drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Xhakov, Hysen Brahimaj, ka bërë të ditur se kërkesa prindërve nuk ka qenë për mbyllje në shkollës në Vogov, por për transferim të përkohshëm të nxënësve, derisa të ketë rritje të numrit të tyre. Shkolla në Vogov është një paralele të ndarë e shkollës Zef Lushmarku në Brekoc. Situata është e tillë që në atë shkollë deri me tani këtë vit shkollor kanë gravikuar vetëm 16 nxënës në mësim të kombinuar, e para me tretën, e dyta me pesën, sepse në klasë 4 nuk ka pas nxënës. Procesi mësimit ka shku shumë në rregull, mirë për në përjashtim të mungesës së nxënësve e zoglimit e tyre që është në me 16 nxënës. Unë kam marrë informacionin nga prindrit që kanë dëshirë mi transferu në Brekoc për shkak të kushteve më të mira në Brekoc, sepse bojnë investim vitin e kaluar në shkollën e Brekocit tek një pa dhe vetë, me izolim, me dyshimi, me drejtare, me nxemi, me gjitha. Sipas Brahimajt, në momentin që numri i nxënësve do të shtohet, shkolla në Vogov mund të rihapet dhe të vazhdojë funksionimin normal. Kërkesa tyre ka qenë që mund kanë ardhur kërkesa, me shku, jo me mbyll, po mi transferu nxënësat përkohësisht. Nëse nesër shtohet numri i nxënësve, shkolla është përsëri e hapur. Ai po ashtu ka theksuar se transferimi i nxënësve është bërë me pëlqimin e prindërve dhe se Komuna e Xhakovës ka siguruar transport për ta, në mënyrë që fëmijët udhtojnë çdo ditë nga Vogova në Brekoc dhe Anasjeltas. Këta nxënës, me dëshirën e prindve që djekin pas një kontakt me prind në shkollë, këta nxënës prej të Hanës e kanë transportin e siguruar, do të transportohen edhe Anasjelta do të kthehen në shtëpi me autobus të cilët janë të kontraktuar nga komuna për bartin e nxënësve, do të thotë nga Hana këta zhvillojnë mësimin me shokët e shoqet e veta në Brekoc. Kujtojmë se nga Hana këta nxënës do të vazhdojnë procesin mësimor në shkollën Zef Lushmarku në Brekoc.